Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Britanisë së Madhe Keir Starmer në kuadër të samitit procesit Berlin zhvilluar në Londër angazhohet të mbyll rrugët përmes Ballkanit Perëndimor që po përmbyt Britaninë me migrantë. Kryeministri tha gazetës The Sun se trafikantët kishin ndërtuar një perandori kriminale që shtrihej në të gjithë Europën, në të cilën Mbretëria e Bashkuar do të duhet ta mbyllë. Ekziston një autostradë kriminale që kalon nëpër Ballkanin Perëndimor duke i çuar emigrantët e paligjshëm direkt në Mbretërinë e Bashkuar. Detyra jonë është ta mbyllim dhe të shkatërrojmë bandat që e drejtojnë, tha kryeministri Starmer. Sipas gazetës The Sun, Britania po vendos drone në pikat e kontrollit në të gjithë Ballkanin për të ndaluar kontrabandistët në vendin e nisjes. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme thanë se rreth 1/4 e mbritjeve me barka të vogla udhëtojnë nëpër Ballkan. Franca po të rriqet nga një angazhim i kohëve të fundit për të ndërhyrë me forcë në det për të ndaluar anijet e vogla të kalojnë kanalin anglez. Kjo është bërë e ditur për BBC nga disa burime, ndërsa njeriu përgjegjës për sigurinë kufitare në Mbretërinë e Bashkuar, Martin Hewitt, ka shprehur zgënjimin e tij për vonesat franceze. BBC ka dëgjuar nga një numër burimesh në Francë premtimet për një doktrinë detare të re, e cila do të shite anijet patrulluese të përpiqeshin të kapnin anijet dhe të riqnin ato përsëri në breg janë të kota. Parlamenti Evropian miratoi të mërkurën një rezolut që dënon polarizimin politik dhe shtypjen shtetërore të vazhdueshme në Serbi një vit pas aksidentit tragjik në Novi Sad. Eurodeputetët kërkojnë procedura ligjore transparente dhe gjithëpërfshirëse për të sjellë para drejtësisë përgjegjësit për shembjen e stres në stacionin e kurridor në Novi Sad. Parlamenti Evropian bëri thirrje për llogaridhënie dhe reforma demokratike në Serbi. Eurodeputetët thonë se janë thellësisht të shqetësuar për klimën e tensionuar dhe polarizuese të nxitur nga gjua urrëties, propaganda anti-BE dhe pro-ruse dhe fushatat e shpifjes të prapura nga mediat e kontrolluara nga qeveria dhe nga zyrtarët. Në rezolutë thuhet se ka pasur dështim të madh nga përfaqësuesit e qeverisë në Beograd për t'u përballur dhe për t'u pajtuar me të kaluarën e Serbisë. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Vendet e Bashkimit Evropian miratuan paketën e 19 të sanksioneve kundër Rusisë. Penalitetet përfshin ndalimin e importeve të gazit natyror të lëngshëm rus LNG, tha presidenca daneze e radhës e Bashkimit Evropian sipas Reuters. Ndalimi I LNG-s do të hyjë në fuqi në 2 faza. Kontratat afatshkurtra do të përfundojnë pas 6 muajsh dhe kontratat afatgjata nga 1 janari 2027. Paketa e shton gjithashtu kufizime të reja udhëtimi për diplomatët rus dhe liston 117 anije të tjera nga flota hije e Moskës, kryesisht cisterna, duke çuar totalin në 558. Listat përfshin dhe banka në Kazakistan dhe Bielorusi. Krahas Bashkimit Evropian dhe SBA-ju bashkua sanksioneve të reja ruse. Administrata Trump vendosi sanksione ndaj 2 kompanive më të mëdha të naftës në Rusi, ndërsa I bëri thirrje Moskës të binte dakord për një armpushim të menjëhershëm në luftën me Ukrainën. Presidenti Donald Trump kishte sinjalizuar për javë të tëra se mund të vendoste ndëshkime kundër Rusisë për vazhdimin e luftës, por nuk ishte arritur të merrte masa të mëdha ndëshkuese deri të mërkurën. Njoftimi erdhi ndërsa Trump tha se kishte anulluar një takim të pritshëm me Putinin. Sekretari I Thesarit, Scott Bessent, tha në një deklaratë se ishte koha për të ndalur vrasjet dhe për një armpushim të menjëhershëm. Sekretari I përgjithshëm I NATO-s Mark Rutte tha se ka besim të plotë presidenti SBA-s Donald Trump për të arritur paqen në Ukrainë. Well, I have total confidence in President Trump, and he's the only one who can get this done. Ai është I vetmi që mund ta bëjë këtë, tha Rutte, duke referuar presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke folur me gazetarët pas takimit me një grup senatorësh 2 partijak në Capitol Hill. Rutte tha se vizita e tij kishte për qëllim të ofronte çdo mbështetje që NATO mund të ofrojë për të mbështetur vizionin e qartë të presidentit për t'i dhënë fund kësaj lufte në një mënyrë të qëndrueshme. Administrata Trump heq kufizimin mbi përdorimin nga Ukraina të disa raketave me rreze të gjatë veprimi të furnizuara nga aleatët perëndimor. Wall Street Journal, duke cituar zyrtar amerikan, raportoi se Ukraina përdori një raketë lundrimi Storm Shadow të furnizuar nga Mbretëria e Bashkuar për të goditur një strukturë ruse në Bryansk që prodhonte eksploziv dhe karburante raketash. Njoftoi shtabi I përgjithshëm I forcave të armatosura të Ukrainës në mediat sociale. Autoriteti për të kryer sulme të tilla u transferua së fundmi nga sekretari I luftës Pete Hegseth tek generali Alexius Grunkic, zyrtari më I lartë amerikan në Europë, I cili shërben gjithashtu si komandant I NATO-s. Presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se vendi I tij është gati të mbështesë një armpushim, por nuk do të bëjë lëshime për çështjen territoriale. Zelensky, I cili ndodhet në Bruksel për të marrë pjesë në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian, para samitit bëri deklarata për shtyp me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, duke vënë në dukje se kanë mirëpritur paketën e 19 të sanksioneve të Bashkimit Evropian të miratuar kundër Rusisë. Zelensky tha se kjo është me rëndësi të madhe.
Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.